Abdulkadir i thot Hakanit se është i vendosur për t'u larguar përgjithmonë nga Çokurova për shkak se është i lënduar nga Betyl. Hakani jep lamtumirën Abdulkadirit. Prokurori bashkë me policin shkojnë dhe arrestojnë Abdulkadir. Më në fund, Lutfie kthehet nga udhëtimi i saj i gjatë. Zuleha i tregon ndodhit e fundit rreth Hakanit Lutfies. Ajo ndan me te shqetësimet dhe dyshimet që ka për Hakanin. Fikret i jep lajmin Zulfies se vrasësit e xhaxhait e tij tashmë janë dorëzuar policisë. Abdulkadir tashmë i vën para drejtësisë, mohon akuzat e ngritur rreth tij, ama një dëshmitar vërteton të kundërtën. Fikret njofton popullin e Çokurovës se drejtësia për xhaxhain e tij, Fekeli, u vu në vend. Betyl dhe Shermin shkojnë në shtëpinë e Fusunit për të jetuar pa dijenin e kësaj të fundit. Fikreti flet me dashamirësi dhe mall për xhaxhan e tij Fekelin Zeynepit. Fusun i jep lajmin Betylit dhe Sherminit se Abdulkadir është arrestuar për shkak se Fikret gjeti prova për të. Vahap i vendosur për të shpëtuar vëllain e tij. Fikreti tregon Lutfies se sa e mirë dhe e dashur është Zeynep. Ai kërkon aprovimin e saj për këtë marrëdhënie. Vahap shkon dhe i kërkon llogari Hakanit se përse ai nuk po bën diçka për të shpëtuar vëllain e tij nga burgu. Hakani përgjigjet se ai ka borxh jetën Abdulkadirit dhe se ai do bëj çmos të gjejë një zgjidhje për ta nxjerrë atë nga burgu. Hakan shkon dhe takon Abdulkadirin në burg. Ai premton atij se do gjej patjetër një zgjidhje për ta nxjerrë nga aty. Zuleha e zemëruar për interesin e Hakanit që ka për Abdulkadirin. Produktet ushqimore që Shermin porosit ja kalon të gjitha në faturë Fusunit. Tashmë i burgosur, Abdulkadir gjen mënyra për t'u arratisur nga burgu. Fikret shkon tek vari Fekeliut dhe i thot atij se drejtësia u vu në vend. Hakan dhe Vahap së bashku përgatisin planin për të shpëtuar Abdulkadirin. Zuleha ndan pagën e punëtorëve. Fadik dhe Gafur i bën një lojë xhevries, duke pretenduar se Fadik paguhet 5.000 lira.
Betyl e vendosur për të shkatruar Zülehan dhe Çolak. Ajo e vendosur për të çuar planin e saj djallëzor deri në fund. Fikret njoftohet nga prokurori se Abdulkadir tashmë ka mundur të arratë të dy ata. Bashkë me Lutfien, dyshojnë se Hakan mund ta ketë ndihmuar Abdulkadir. Fikreti i agravuar shkon në shtëpinë e Zülehas dhe i kërkon llogari Hakanit në lidhje me këtë ngjarje. Ky i fundit merr kërcënime nga Fikret. Vahab dhe Abdulkadir, tashmë të fshehur në një shpellë, bëjnë plane për t'u akmarrë ndaj Fikretit. Çolak rrëmbehet nga njerëzit e Betyl. Betyl e vendosur për të çuar Çolakun në burg dhe Zülehan në varr. Njerëzit e Betyl shkojnë tek Züleha dhe i thonë kësaj të fundit se Çolak e di vendodhjen e Abdulkadir. Züleha dhe Çetin shkojnë për të takuar Çolak. Betyl i drejton armën Çetinit dhe Zülehas, duke qelluar mbi ta. Çetin dhe Züleha shpëtojnë nga të shtenat e Betyl. Nga dështimi i planit të saj, Betyl mundohet të arratiset. Rrugës Çetin dhe Züleha për të ndjekur personin të cilin donte t'i vriste. Gjatë rrugës ato hasin Çolak Agajin, i cili u tregon se pas gjithë këtij kurthi fshihet Betyli.